Garën edhe shkollën bashkë. Aleksandro, ti do doje të kishte këtë lloj sporti edhe këtu në Shqipëri? Doja të pjesa pak për stërvitjen, për disiplinë, ti të merr shumë kohë në ditë? Stërvitesh shumë? Po, do ikim në palestër, bëjmë vrap, gjëra, si edhe bëjnë ato që lozin me futboll, me të gjithë, duhet të bësh shumë training edhe po, sa orë në ditë, po jo shumë edhe pse pastaj nuk ikim në shkollë, kam mbaruar edhe pastaj kam kohë, nuk është. Po mirë, do më tregosh një ditë tënde, si është një ditë e një kampioni në sport? Se nuk besoj se është një lloj si gjithë moshatarët e tu. Ditë? Se tani që nuk kam shkollë, mund të bëj training, kur shokët time jam në shkollë, e pastaj kur dalin ato, jam me shokët gjithë ditën. Bëjmë si kur lozim futboll amerikan, lozim basketball, lozim gjithë gjërat gjithmonë, edhe pastaj ato kam makina, pse atje mund të kesh makinën në 16 vjeç, pra gjithë kemi makinë edhe ikim kur donim. Mirë, Aleksandro, po nëse të pyesun për 3 gjëra që të pëlqejnë më së shumti në Shqipëri. Così cibo? Ushqimi. Po, ushqimi. Përveç peshkut, cili ushqim tjetër të pëlqen shqiptar? Po, byreku. Bereku i mamit? Po, ka bërë, kush e ka bërë në shtëpi? Tezeblerta. Tezeblerta, po. Okej, bereku i tezeblertës tjetër? Po ai nuk është ushqim, ai prandaj kemi ushqim, e pastaj po kemi ushqimin, kemi detin, e pastaj kemi gocat. Edhe goca shqiptare? Po. Ke një orë do ju gocë shqiptar? Po. Mbase, kush e di. Se ti ju prezantohesh unë jam kampioni, thua dhe. Cili plazh të pëlqen më shumë ta frekuentosh kur vjen këtu në Po verë? neve kemi në shtëpinë në Lallës, prandaj ikim atje çdo herë, shumë bukur është. Të pëlqen të kthehesh gjithmonë në Shqipëri? Po. Do doje ti të ishte në Shqipëri dhe ky sporti? Po, do kisha qef se ishte në Shqipëri, po nuk është një sport shumë i madh këtu, është më shumë në Itali edhe në Amerikë, po nuk ka shumë, po. Po mirë, zëmë se u bë shumë i madh ky sporti këtu, ti do garoje për Shqipërinë, pra me flamurin shqiptar? Po, of course. Këtë zgjidhe, flamurin e babit apo të mamit parin? Do garoje për Italinë apo për Shqipërinë më parë? Tregoj sinqert këto. Mbase nuk e di, duhet të shifja, kjo duhet të mendoj, është e Se nuk ja vështirë. qenë babit këtë intervistën, është vetëm mami. Okej, Aleksandro, do më thuash ndonjë plan që ke ti për të ardhmen? Po, unë do tani në një vit do garixhoj me Ducati, edhe do bëj super sport që është klase me 600 motorat më të shpejt. Edhe pastaj do shohim, unë nuk tani duhet të bëjnë çik training me motorin, e pastaj do shihim si iken. Do ma mbyllësh me një mesazh për moshatarët e tu, Aleksandro? Për ata italian, shqiptar, amerikan, se ti je gjithkund. Kam një mesazh për moshatarët e mi, nuk rri shumë në telefon edhe bë shumë sport. Edhe bëu kampion.